E keni parasysh burnout, atë djegjen shpirtërore, emocionale, fizike. Dhe shumë njerëz kujtojnë që ky burnout mund të shërohet për një fundjavë apo për një javë, që mund të shkojnë në plazh mal apo të mund të bëjnë një udhtim apo se vendosin një ditë të bukur të pushojnë në divan duke parë televizor. Njerëz, ai burnout është krijuar nga vite me radhë, nga drama, trauma, strese, gjendje kaotike apo paterna toksike që ne i kemi përqafuar. Që të thotë, shërimi i vërtet nga ky burnout nuk kërkon një javë, 2 javë apo një ditë. Kërkon mbi 3 vite. 3 vite ti t'jesh i ndërgjegjshëm çdo ditë duke bërë një hap e më shumë drejt vetes tënde, drejt shërimit tënd, drejt qetësisë tënde, dhe një hap çdo ditë më shumë larg asaj që të ka çuar tek burnout. Më falni për maskën, për tani më erdhi mesazhi dhe me siguri pas si ta laja maskën do e haroja. Ju përqafoj dhe kujdesuni për veten.